Nëna e ve, Evelyn, fillon të dyshoj se diçka nuk shkon kur djali i saj 5 vjeçar ka vështirësi të përshtatet me kopshtin. Dyshimet e saj ja konfirmon kur ajo arrin atje herët dhe e gjen atë të mbyllur. Do të argëtohesh shumë në kopsht, buzëqeshi Evelyn ndërsa vendosi një tasë me të shër para voglushit Jason. A do ta këndojnë këngën time? Pyeti Jason. Jam e sigurt që po, shpirt. Mendoj sa ata këndojnë me radhë këngën e preferuar të secilit dhe ti do të mësosh edhe shumë këngë të reja. Jason u vërejtë dhe nervozizmi që Evelyn po punonte aq fort për ta fshehur u rit. Por asgjë nuk mund ta përgatiste atë për skenën tmerruese që do të gjente pas atyre dyerve. Një nën që nxiton drejt të britmave të djalit të saj vetëm për ta gjetur atë pas hekurave si të ishte në një burg. Çfarë kishte ndodhur vërtet në atë kopsht dhe pse stafi kishte arritur në atë pikë ekstreme? Qëndroni me ne për të zbuluar historinë e dhimbshme të Jasonit të vogël dhe kthesën e papritur që ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë. Ashtu si çdo nën, ajo dëshironte që dita e parë e fëmijës së saj në kopsht të shkonte në mënyrë perfekte. Por Evelyn kishte dyshime. Jason mund të ishte shumë i ndjeshëm dhe pedant për gjëra si kënga e tij e preferuar. Ai gjithashtu nuk përballej mirë kur jeta e befasonte. Pse të mos e këndojmë këngën tënde të preferuar në makinë rrugës për në kopsht? Pyeti Evelyn. Në atë mënyrë do të kesh mundësi ta këndosh çdo ditë. Mirë, mami, i buzëqeshi Jason. Evelyn nxori një pshërëtim lehtësimi. Ajo nuk do të shqetësoj aq shumë, por ky ishte një ndryshim i madh për Jasonin. Ishte një ndryshim i madh edhe për të dhe pjesë e zisë saj për ndryshimin që vdekja e burrit e saj kishte detyruar në stilin e jetës së saj dhe të Jasonit. Ndërsa fëmijët e tjerë vraponin në këndin e lojrave të kopshtit, Jason kalonte gishtat mbi mozaikët shumë ngjyrësh që dekoronin murin dhe Evelyn filloi me mësuesen e tij. Të flas, Kara. Ai mbi ngarkohet her pas her kur shumë gjëra ndodhin menjëherë. Unë mendoj se është më mirë ta bësh të shtrihet në një zonë të qetë kur kjo ndodh, tha Evelyn. Gjithashtu, atij nuk i pëlqen fare ngjyra jeshile limon. Ai nuk do të prek asgjë me atë ngjyrë. Mos u shqetëso, buzëqeshi Kara në mënyrë rregulluese. Ne kemi atë që e quajmë këndi i qetësisë për fëmijët që mbi ngarkohen. Kemi disa lodra pellushi atje dhe një shishe me xixa dhe lëng jo toksik. Ne tundim shishën dhe u kërkojmë fëmijëve të shikojnë. Kjo funksionon çdo herë. Kjo është shkëlqyeshëm, u përgjigj Evelyn. Ajo kishte dyshime për këtë metodë, por sigurisht mësuesja dinte më mirë. Evelyn duhej të kthehej në punë së shpejti, kështu që i tha lamtumir Jasonit dhe ai menjëherë shpërtheu në të qara. Jason u kap pas këmbës së saj si një zog. Nuk po shkoj në shtëpi tani, kampion, po shkoj në punë. Evelyn u përkul për ta fërkuar kurrizin e Jasonit. E di që kjo është e vështirë, por të lutem, bëj utrim sa për të provuar. Unë e di që ti do të bësh shumë miq këtu, por duhet të japësh një shans. Evelyn u dëtoi drejt punës me lot në sytë e saj. Asnjë sasi e shtrëngimit nuk e kishte bindur Jasonin ta lëshonte atë dhe përfundimisht Karës ju desh ta ndihmonte për ta shkëputur fëmijën nga këmbë e saj. Ajo luriti sikur nuk do ta shihte më kurrë. Ky e la Evelyn të traumatizuar dhe ajo ishte e sigurt se edhe Jason ndihej njësoj. Evelyn mezi mund të përqendrohej në punën e saj. Gjithçka që mendonte ishte trishtimi të shpëruar në fytyrën e Jasonit kur ajo u kthye dhe e la atë. Tingulli i ngashërimeve të tij i ushtonte në kokë. Kur la tavolinën e saj për të bërë pushimin e drekës, Evelyn thiri shkollën për të pyetur për djalin e saj. Zemra i ra kur gruaja me të cilën foli i tha se Jason ishte ende duke qarë. Zonja përpoq të siguronte se disa fëmijë kërkonin më shumë kohë për të përshtatur se të tjerët, por fjalët e dukeshin të kohta Evelynit. Gjithçka që mund të mendonte ishte fëmia i saj me zemër të thyer. Situata nuk u përmirësua gjatë ditëve në vijim. Çdo mëngjes futje e Jasonit në makinë për të shkuar në kopsht bëhej më e vështirë. Ai thoshte se i dhemte kyçi i këmbës ose stomaku. Një herë ai mbërtheu krahët rreth parmakut të shkallëve dhe refuzoi të lëshonte. Mëngjeset po bëheshin me shpejtësi një makt stresi dhe kaosi për nënën dhe djalin. Fundjava erdhi pikërisht në kohën për t'i dhënë Evelynit një pushim nga rutina e tyre e tmerrshme e mëngjesit. Dyshja e kaluan pjesën më të madhe të mëngjesit të së shtunës të përqafuar në divan duke parë filma vizatimor. Pasdite Evelyn e dërgoi Jasonin për akullore. Të dielën Evelyn u lut që java në vijim të ishte më mirë për djalin e saj.
Ajo kur nuk mund ta mendonte se me e keqja ishte ende duke ardhur. Nuk e kuptoi pse e godita atë djalin, Jason. Evelyn hodhi një vështrim te djali i saj në pasqyrën e pasme. Sytë e tij ishin të fryrë nga të qarat. Ti e di që ne nuk ju dasim kur njerëzit e tjerë. Duar jeshile, mami, përtiti Jason me një zë që të tyente zemrën. Evelyn nuk dinte çfarë të mendonte për këtë. Asgjë që Kara i kishte thënë nuk përputhej me versionin e ngatëruar të ngjarjeve të Jasonit. Çfarë ishte jeshile, Jason? Pyeti Evelyn. Nuk e kuptoi. Ai kishte diçka jeshile në duart e tij. Boj. Jason u bë jeshil nga tërbimi dhe filloi të godiste kokën pas mbështetëses së ndenjëses. Evelyn shikonte herë rrugën para e herë djalin e saj mbrapa, por Jason ishte i ngushëllueshëm. Evelyn u përpoq të ngëndonte këngën e tij të preferuar, por nuk bëri asnjë ndryshim. Kur shkua në shtëpi, ai vrapoi në dhomën e tij, u fut në dollap me gjirafën e tij prej pellushi dhe qëndroi atje deri në darkë. Ndërsa shikonte Jasonin të hante makaronat e tij me djath, një nga një, Evelyn pyeste veten nëse diçka nuk shkonte me djalin e saj. Ndoshta kopshti nuk ishte aq i mrekullueshëm sa dukej. Ndoshta diçka ndodhi atje që do ta shpjegonte ngurimin e Jasonit për t'u kthyer. Evelyn vendosi ta merrte Jasonin herët nga kopshti të nesërmen. Ajo e diti që diçka nuk shkonte në momentin që doli nga makina. Jason po ulurinte. Evelyn vrapoi brenda ndërtesës. Zonja në dhomën e parë përpoqi ta ndalonte, por Evelyn as nuk e ngadalsoi hapin. Ajo ndoqi tingullin e britmave të djalit të saj, të cilat ndërpriteshin nga një zhurmë metalike. Tmerri mbushi zemrën e Evelynit, ndërsa tingujt bëheshin më të fortë. Ku ishte foshnja e saj? Më shumë staf ishte shfaqur tani. Një nga mësuesit e kapi për krau, por Evelyn e shkundi burin. Ajo u hodh në korridor dhe u pushtua nga turbimi për atë që pa atje. Jason kishte gishtat e mbërthyer në hekurat e një porte që mbyllte njëra nga dhomat në vend të derës. Ai ishte i skuqur në fytyrë dhe ulurinte vazhdimisht ndërsa tërhiqte portën për të liruar veten. Çfarë dreqini keni bërë djalit tim? Uluriti Evelyn, ndërsa ju kthye stafit të mbledhur tek dera. Nxirreni prej këtu me njerë, kjo nuk është aq keq sa duket, zonja Madison. Mësuesi mashkull që e kapi më herët doli përpara me një tufë qelësash. Ne e bëm këtë për ta mbrojtur atë. Ti do të kesh nevojë për mbrojtje nga unë nëse nuk e liron atë, Evelyn mblodhi duart grusht. Nuk kishte kufi për atë që ajo do të provonte të bënte për të mbrojtur djalin e saj, asnjë vi që ajo nuk do ta kalonte. Ai po përpiqej të ikte nga kopshti, shpjegoi mësuesi mashkull kur Jason ishte i lirë. Ai bllokoi kokën me hekurat e portës së sigurisë dhe gërvishti veshin. Një nga ndihmëset tona e dërgoi në këndin e qetësisë, por ai e goditi atë me shishën e xixave dhe përpaka rrëzoi një bibliotekë mbi të dy. Ne vendosëm këtu se nuk donim çfarë të bënim tjetër. Loto të rodhën nga sytë e Evelynit ndërsa shikonte djalin e saj. Ai kishte ndaluar së ulurituri kur ajo e ngriti në krah, por ai po thithte gishtin e madh tani, diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Dhe rënkonte butë. Edhe pse kishte qenë një shok të shihte të mbyllur atë, ajo e kuptoi tani që stafi bëri më të mirën që mund të nato rrethana. Mendoj se duhet të ulemi. Kara doli përpara dhe vendosi një dorë në bëryllin e Evelynit. Të lutem, eja me mua në zyrë. Evelyn u ul me Karën në zyrë dhe piu një gotë ujë. Ajo ishte e dërmuar dhe nuk dinte çfarë të bënte më. Jason po kalon një kohë të vështirë për të përshtatur me kopshtin, tha Kara. Shpresoja se do të përmirësoj me kalimin e kohës, por mendoj se tani duhet ta trajtojmë këtë në një mënyrë më të strukturuar. Nëse nuk ju vjen keq që ju pyes, a mund të më thoni si ishte jeta e përditshme për Jasonin para se të fillonte kopshtin? Evelyn psheretiu. Jason ishte dremitur duke e bërë edhe më i rënd trupin në krahët e nënës. Ajo e rregulloi me kujdes pozicionin e tij dhe i tregoi Karës se si kishte qenë një nën shtëpiake derisa burri i saj vdiq në një aksident në punë. Loto trodhën në përfaqet e saj ndërsa rrëfeu se nuk dinte më çfarë të bënte. E di që është e vështirë, Evelyn, por unë dua t'ju ndihmoj. Kara u përkul përpara në karriken e saj. Kam punuar me fëmijë për një kohë të gjatë dhe kam disa ide që mund të provojmë për të ndihmuar Jasonin. Jam e gatshme të provoj çdo gjë, u përgjigj Evelyn. Së pari, do të dëshiroja të organizoja që psikologja me të cilën punojmë të takoj Jasonin. Mund të ketë faktorë të tjerë këtu që kanë nevojë për vëmendje dhe ajo mund të na jep udhëzime. Pastaj mendoj se do ta ndihmonte Jasonin nëse e lini të njoh shokët e tij të klasës në një mjedis më të rehatshëm.
Evelin u vërejt. Si ta bëjmë këtë? Një takim loje, buzëqeshi Kara. E di që t'ingullon e thjesht, por mendoj se do ta ndihmoj Jasonin nëse disa nga fëmijët e klasës së tij vizitojnë shtëpinë tuaj. Është një vend i sigurt dhe i njohur për të dhe do ta mbajmë grupin e vogël. Çfarë mendoni? Ja vlen ta provojmë, ngriti supet Evelin. Çfarë kishit saktësisht në mendje? Janë 9 fëmijë të tjerë në klasën e Jasonit. Mendoj se duhet të organizojmë që 3 ose 4 prej tyre të vizitojnë Jasonin të shtunën pasdite. Unë mund të jem atje për të ndihmuar dhe mund të ftojmë edhe prindërit. Në këtë mënyrë do të ketë shumë bykqyrje nga të rriturit, por fëmijët do të kenë ende hapësirë të luajnë me njëri tjetrin, si një festë e vogël, tha Evelin. Kjo tingëllon shkëlqyeshëm. Të shtunën, Evelin dhe Jason dekoruan shtëpinë e tyre me tullumbace dhe shirita. Evelin ndihmoi Jasonin të zgjidhte cilat lotra do të mbatte jashtë për t'i ndarë me të ftuarit të tij dhe cilat dëshironte t'i hiqte. Kara arriti rreth mesditës me ushqime për fëmijët. Evelin u ul në verandën e saj të pasme një orë më vonë duke parë Jasonin dhe fëmijët e tjerë duke vrapuar në probor. Ata shpikën një lojë komplekse, ku sa herë që dikush prekej duhet të ndëronte lodrat me fëmijën që e kishte prekur. Lindën disa debate, por kryesisht fëmijët ishin të lumtur. Të qeshurat e tyre u shtonin në probor dhe sollën buzëqeshje në fytyrat e të rriturve. Rezultoi një ditë e mrekullueshme për të gjithë. Të nesërmen Evelin u zgjua nga dera e vogël e Jasonit që i përgdhelte faqen. Evelin pa djalin e saj me sy të përgjumur. A je i emocionuar t'i shohësh miqtë e tu përsëri, kampion? Jam, Jasoni buzëqeshur, ndërsa kërcente lart e poshtë. U vesha dhe të gjitha. Evelin hapi sytë e habitur. Ajo pa bluzën e veshur mbrapsht të Jasonit, pantallonat e shkurtra blu dhe çorapet e ndryshme me një buzëqeshje. Mirë, zoti i veshur bukur u ngrita, le të bëhemi gati për ditën. Gjatë javëve në vijim, Kara dhe Evelin siguruan që Jason të kalonte kohë më të gjatë me shokët e tij të klasës. Kjo bëri një ndryshim masiv në qëndrimin e tij ndaj kopshtit dhe ndihmoi edhe në shtëpi. Ndërsa socializohej më shumë, Evelin vuri re se Jason e kishte më të lehtë të përballej me sfidat e jetës së përditshme, si takimet me ngjyrën jeshile limon dhe banjat që nuk ishin në temperaturën perfekte.